Inventarizimi të 2012-s, Kosova ka 481.000 hektar, që krahasim me inventarizimin e vitit 2002, del se Kosova ka një rritje të fundit sipërfaqësor për rreth 5% ose 20.200 hektar. Po flas për rritjen sipërfaqësore, nuk po flas për rritjen cilësore, për arsye se zakonisht kjo rritje e fundit pyjor është bërë ndëm të sektorëve tjerë, sektorit të kollosave, sektorit të bujqësisë, sigurisht për shumë shkaqe, po një shkaqet kryesor janë të emigrimit të popullatës nga viset rurale, dhe kështu që instalohen lloje të reja dhe kulturat bujqësore apo tokat bujqësore shndrohen në pyje. Habitati i faunës në përgjithësi kafshëve dhe shpezve po shkatërrohet, po degradohet çdo ditë më shumë, gjithmonë për arsye se faktori njeri momentalisht në Kosovë shumë i pakujdesshëm edhe degradues në përgjithësi, duke pas parasysh shkatërimin e lumenjeve, prerjen e pyjeve ilegale, si dhe faktore tjera që janë siç janë hudhja e mbeturinave në vende ndryshme në Kosovë, duke mos i zgjedhur vendet asnjëherë. Fatkeqësisht në Kosovë dim që prej aktiviteteve ilegale kemi shkatrim edhe kemi degradim pyjeve, edhe kemi këtë pjesën kur pyjet të mëdha të mira dhe me një jetëgjatësi pak më të madhe kemi shumë pak, të e pas parasysh që aktivitetet ilegale e kanë bërë që të shkatrimin edhe degradimin e pyjeve në masë drusore shumë të madhe, edhe masa drusore ose ajo rritja vjetore cilat na ka ardhur masën drusore përmes planit menaxhues ka ndryshuar shkallku e aktiviteteve ilegale që kanë qenë në kuadër të sektorit ose në kuadër të pjesës së pylltarisë. Sa i përket dëmtimit të pyjeve, nëse gjithmonë duhet të referohemi dhënave që kemi prej inventarizimeve 2002 dhe 2012, sipas inventarizimit 2002 dikon rreth 54 milion metër kub është masa adrunore në këmbë, e llogaritur në të dy sektorët. Edhe në 2012-ën, domethënë parafërsisht del që masa adrunore në këmbë domethënë është dikon rreth 54 milion. Domethënë që kjo tregon domethënë që prerjet ilegale që kanë ndodhur në mes këtyre 10 viteve, 2002-2012, kanë qenë prerje dikun që kanë konsumuar atë rritjen vjetore të pyjeve, ku sipas këtyre dy inventarizime rritja vjetore është e planifikuar me dikun 1.450.000 metra kub në vit, dhe prerja cila lejohet dikun është deri në 1.200.000 metra kub. Mirë, po kur them domosht që është 54 milion metër kub masa drunore në këmbë, do të kemi parasysh se jo e gjithë kjo sasi drunore është e gatshëm ose ka mundësi shembull të nënshtrohet procedurave të shfrytëzimit të pyjeve, për arsye se shumica e pyjeve janë pyje të reja, kurse një sasi e madhe ose një sipërfaqe e madhe këtyre pyjeve dikon 150.000 hektar kanë kaluar në parqe nacionale, ato ku nuk lejohet shfrytëzimi ekonomik i pyjeve. Gjendja ekonomike, edhe gjendja sociale e popullatës, sidomos atyre që jetojnë në vise rurale. Mungesa e sigurimit të alternativave të ndryshme për ngrohje. Vendimet ad hoc që merren nga institucionet të ndryshme pa analizuar efektet që kanë sektor tjerë, për ja përmend një shembull vendimin që kanë nxjerrë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor në ndalimin e përdorimit të thëngjillit për gjitha institucionet që ngrohen me thëngjill. Nuk them se është veprim jo i mirë ndalimi i përdorimit të thëngjillit, por sigurisht nuk do të ishte veprim i mirë derisa nuk sigurohej një alternativë tjetër, për arsye se ky vendim me automatizëm do të thotë një presion direkt në pyjet dhe toka pyjore. Prandaj edhe rrezikohet kështu fauna apo në përgjithësi ornitofauna për shpezët dhe kafshët, sepse nëse shkatërrohet habitati i tyre, atëherë ata nuk kanë vend në trojet tona dhe gjithsesi do të kërkojnë vendet më të sigurta dhe të cilat përbëjnë një ambient më të sigurt dhe më të pastër për to. Kompetencat e mbrojtjes kanë kaluar nëpër komuna dhe janë kompetenca të deleguara në komuna. Kur flas për kompetencat e mbrojtjes, kam parasysh se këtu janë gjithë ato kompetenca sa i përket mbrojtjes së pyjeve, është deleguar dhe stafi i rojtarëve, i teknikëve, dhe kanë përgjegjësinë edhe tenderimin e ngastrave pyjore, shfrytëzimin e pyjeve, dhënien e lejeve për prerjen në pyje private dhe dhënien e fletëpërcjelleve të masës donore që tenderohet sipas planit menaxhues. Kurse Agjencioni Pyjor i Kosovës
është si institucion I cili menaxhon dhe administron në mënyrë dhe monitoron komunat, është e obliguar që të pajisë komunat me material administrativ, me armë gjojtisë, armë në cilën pajisën rojtarët, edhe me uniforma e çështje tjera, por si përgjithësi është deleguar nëpër komuna për shkak të këtij ligji dhe ndoshta është një prej shkaktarëve në mostem kryesori për një gjendje jo të mirë çfarë kemi në Pyje dhe toka pyjor. Agencioni I Pyjor Kosovës ka vetëm inspektoriatin dhe ne zakonisht I kemi 12 inspektorë dhe përpiqemi që 6 regionet të Kosovës që janë të organizuar sipas organizimit që ka agencioni me drejtori koordinuese, kurse rojtarët e Pyjeve janë kuadër të komunave. Parapërsisht numri I rojtarëve të Pyjeve në nivel vendi duhet diku në 240-250 rojtarë. E kem për obligim të thotë veshim uniformën, dalim në teren, veshgojmë terrenin. Kem pak sipërfaqe marrë me që janë pak e tepërt sa I përket që jep ligji për rojët e pyllit. Në komunën e Novobërdet do të jemi 4 rojët e pyllit, me sa e dijon është pak në mungesë, s'pako dhe 2 rojët e pyllit duhet të jenë në komunën tonë. Po ma mërmendja dikon ka dhe 1500 a 2000 hektarë, dhe 2500 ka dhe e pyllit që I mbëllan. Do të thotë që kjo është e papërballueshme për një rojë pyllit. Problemet janë ndryshme, duke fillu nga prerjet ilegale që bëhet në pyje publike, sulmet fizike. Kolega jem do të thotë është sulmu fizikisht. Me sa të vinë nga persona spanjolle dhe me sa. Imao sam problemi na terenu 2016. godine, 29. septembra, gdje su me šumokradice napali I cepali mi glavu gdje imam 6 kopće tu, može se vidi to. Došla je policija sutradan kod mene, bio sam u bolnici, a problemi na terenu ima svakodnevno, znači tražimo pomoć od sve, ali niko nam ne izlazi u susret. Me sa kam dëgjuar që një prej komunave është komuna e Novobërdes, do të thotë, rojët e pyllit nuk janë pajisë me armë gjata. Arsyeja nuk e di pse. Një pagë tikon 270-280 euro për shembull, është problem ja dalë një rojë e pyllit me atë. Nuk jemi përcjell sa duhet me resurse humane dhe buxhet në mënyrë që kjo të shkojë deri në fund në sistemin e menaxhimit dhe jemi munduar që me këto resurset të cilat I kemi në dispozicion të bëjmë maksimumin për sa I përket rujtjes dhe kontrollimit të këtyre zonave. Një rojtar në bazë të udhëzimit administrativ në kuadër të përgjithësisë të terrenit ekonomiko-pyjor mund të ketë prej 500 deri në 1500 hektar. Këto praktika janë marrë praktika edhe ligji nga vendet të ndryshme të Skandinavisë, ku termi prerje pyllit edhe vjedhje e pyllit ose prerje ilegale nuk ekziston ose nuk e njohin para që shumë kohë. Është një thënie që thuhet se shkatrimi I pyjeve sjell sot thatësi, nesër uri, pas nesër vdekje, me këtë sektor janë ndërlidhur sektori I bujqësisë, ose sektori I rezervave të ujit, sektori klimatik, ngrohja globale, e shumë sektorë tjerë. Kosova domethënë përballet pothuajse për çdo vit me zjarre pyjore dhe një prej arsyeve ose një prej mundësive të përhapjes të zjarreve është mbeturinat që lihen në pyje nga prerësit ilegal dhe këto efektet të zjarreve janë efekte shumë më të mëdha se sa efektet tjera nga prerjet ilegale sepse shkatrojnë edhe mikroflorën edhe mikrofaunën. Heqëre, për fat keq këta janë shënjes të re gjatarëve ilegal. Për fat keq, nëse e marrim shembull lejlekun e bardhë cikonja, atëherë është çdo herë më pak, domethënë prezent në Kosovë. Janë dikun afër 64 fole në tërë territorin e Kosovës, e dikur para luftës ishin mbi 200, që është domethënë çdo herë e më shumë duke u zogluar numri foleve të tyre. Që dy najra atje, që të fëtër uqëre? Ha, soterën e më pas shumë të vogël. Anyway, që kjo është qukapiku I zi, Black Woodpecker, po provoj me thirr, mos po na vjen ma ofër edhe me xhiru tamam. E dëgjuam
e dëgjum prej kësaj ane një tingull shumë special të çukapikut të zi, Black Woodpecker, është specie në zhdukje, janë shumë pak numër në përgjithësi në Evropë, edhe të një në Kosovë, shumë për tepër është i bukur, tepër. Imagjino këti zi, veç një shohin e kotë kuq, në kry, shumë i mirë, tepër. Është e vërtetë që gjendja në sektorin e sa i përket mbrojtjes pyjeve në pjesën veriore është më e keqe në raport me pjesën tjetër të komunave, por nuk do të thotë që edhe në komuna tjera nuk është një gjendje ashtu si e dëshirojmë. Në fakt, kemi qelluar një moment, një rast kur kjo sasi dronore është e sekuestruar prej inspektoriatit, prej pjesës së Mitrovicës, pjesës e Leposovicit. Kjo mos dronore është hasur duke u transportuar ilegalisht, në bashkëpunim me policinë, është konstatuar prej inspektoriatit që mosa dronore nuk përmban dëm, përmban një fletë përcjellje të skaduar, do është një përpjekje e personit që ka transportuar këtë mos dronore në një mënyrë të legalizojë masën dronore pa përjardhje. Po, unë kam pas shumë takime me të rinjt, kam ligjeruar në universitet, kam ligjeruar në shkollat të mesme edhe në ato fillore për rëndësinë e ruajtjes së ambientit, mbi llojet e pjesëtarëve të faunës që janë prezent në trojet tona, dhe kam pas se njerëzit kanë shumë pak informacione mbi këto specie, dhe domethënë ka qenë një sensibilizim shumë i mirë dhe kam pa që domethënë është nevojë emergjente që ligjëratat e tilla të vazhdojmë dhe tutje nëpër shkolla, nëpër universitete. Një prej pengesa ose një prej arsyeve që gjendja pyjeve është jo e mirë është e funksionimi i gjykatave. Për janar-dhjetor 2018 nga autoritetet komunale janë ngritur 4500 niflet paraqitje kundërvajtëse, me dëmin e shkaktuar për 7588.85 m3 dhe me 1147 paraqitje penale me një dëm të shkaktuar prej 6429.91 m3, që në total dëmi domethënë është 14018.76 m3. Kurse në shprehur në vlerën monetare dëmi është 1.821.746.65 euro. Shumica e landëve që i ushtrojmë në gjykata parashkruhen si rezultati vjetërsimit. Më shumë kemi lëndë të vjetërsume, parashkrume si rezultati vjetërsimit, se sa aktgjykimi. Edhe këto aktgjykime që i kena që pasojnë me dënime, shumica atyre dënimeve nuk i marrin as dënimet minimale që janë parapo me ligjin për pyje. Po nuk do thotë që s'kena gjetë këtë përdorime nga komunat, nga akterët e komunave, nga kryetarët e komunave, cilat po ja marr një shembull drute sekuestruara që bëhen nga autoritetet komunale, në vend që ti të nderojnë ashtu që është të ligji në bazë procedurat të prokurimit, i japin falas. Kemi ushtruar fletë paraqitje, po një prej pengesa ose një prej arsyeve që gjendja e pyjeve është jo e mirë, është edhe funksionimi i gjykatave. Sigurisht që ndalimi i totali i premjeve të pyjeve është pamundër për momentin e ndodh, mirë po ka fillu një vendisim tjetër i gjithë qytetarëve, po edhe i banorëve, që pyjet nuk janë më resursi vetëm për ekonomi, të ngritjet e ekonomisë lokale, kështu që shihet edhe një tërheqje dhe një zvrasje prej interesit që mos me prej ma pyje. Banorët e Rrugovës, një pjesa më e madhe e tyre sot janë të interesuar në zhvillimin e turizmit, radisht ndërtimin e bujtinave dhe pritjen e vizitorëve të shumtë, qofshin ata vendor, regional apo edhe ndërkombëtar. Mos harrojmë që Kosova, një ndër pikat referuese për sa i përket turizmit, i ka pikërisht malet. Dhe ruajtja e këtij biodiversiteti, e kësaj natyre kaq të mirë, do të kishte sjell edhe përfitime të ndryshme për sa i përket vendit tonë dhe vetë qytetarëve. Vetë fakti po për shembull që e japën në 2018 në shifër, po përsëriti derisa në 2018 ka pas 4500 niflet paraqitje kundërvajtëse, edhe në 1147 paraqitje vetëm nga autoritetet komunale. Ushtro edhe 180 paraqitje kundërvajtëse dhe 14 penale nga inspektorati. Kjo tregon sepse prerjet ilegale janë në masë të madhe, në masën shqetësuese.
kjo nuk do koment. Ose si duhet t'i qasim i kësaj problematike, është çështje tjetër. A mund zgjidhet kjo vetëm nga një institucion? Unë them se nuk mund zgjidhet nga një institucion. Kjo do një bashkëpunim ndërinstitucional. Duke i njohur dhe duke i parë ato nëpërmjet fotografive dhe video, pra gjithmonë është ndryshe kur e sheh dhe kur e din se se cili është rreziku që përbën domethënë prishja e ekosistemit në përgjithësi edhe faktorë të cilët dëmtojnë ekosistemin, mandeje pasojat kush i bart ato. Mirë po tash për fat mirë është një vedisim më i mirë i njeriut në përgjithësi i qytetarëve tonë, sidomos pas prezantimit dhe punës tonë që e bëjmë në teren, ata shohin më shumë fakte dhe arsye më shumë për të ruajtur ambientin. Agjencioni Pyjor i Kosovës për vitin 2019, 42 hektari ka bërë plëzime pranverore së bashku me punëtorët që e kanë angazhuar sipas një marrëveshje me Ministrinë e Punës dhe Veçanisë Sociale, kurse sa i përket kompanive që është bërë me tender 376 hektar, gjithsej 418 hektar do jenë pyllëzuar gjatë këtij viti 2019. Edhe është një dhonë tjetër sepse Kosova ka një pozicion të mirë klimatik, gjeografik edhe pedologjik, i cili na mundson që të kemi një ripërtrirje shumë të mirë të pyjeve. Unë besoj që koncepti i mos intervenimit në pyje është një koncept e atyre personave që nuk e njohin profesionin, për arsye se ka nevojë intervenime, edhe në këtë moment, edhe në këtë rast ku e shihni këtë pyll, do ka nevojë për intervenime, zakonisht intervenimet me qenë nivelit sa më të ulët, edhe prerje me qenë sanitare, edhe prerje të cilat domethënë në mënyrë i japin mundësi regenerimit apo instalimit të filizërisë së re. Për arsye se këtë pyll që po shihni që duket në pamje të jashtme shumë i mirë dhe është i mirë për shkak të mbrojtjes edhe menaxhimit të mirë, është pyll i ulët ose pyll cungishte i standardeve të mira. Mirë po mosha e tina dikun është 80 vjeçar. Nëse nuk planifikohet që në mrena një kohë të shkurt 10 ose 15 vjeçare të merren masat për arritjen e ripërtrirjes, në një moment caktuar ky pyll do të vdes. I tërë. Kështu që edhe këtu duhet planifikohet në sipërfaqe të vogla, dal nga dal, shembull që të arrihet regjenerimi me prerje të kontrolluara. Prerja cila lejohet dikun është deri në 1.200.000 metra kub. Mirë po, kur them që është 54 milion metër kub shembull masa drunore në këmbë, do të kemi parasysh se jo e gjithë kjo sasi drunore është e gatshëm ose ka mundësi shembull të nënshtrohet procedurave të shfrytëzimit pyje, për arsye se shumica e pyjeve janë pyje të reja, kurse një sasi e madhe, një sipërfaqe e madhe këtyre pyjeve dikon 150.000 hektar kanë kaluar në parqe nacionale. Dhe për këtë qëllim ne kemi pas propozu, por që fatkeqësisht ende s'ka kalu në kuvend, plotësim ndryshimin e ligjit për parqet kombëtare dhe definimin e saktë të zonave të cilat janë me zhvillim dhe ato të cilat duhet patjetër të konservohen. Dhe në këtë mënyrë ta harmonizojmë nevojën edhe të qytetarëve të atyre zonave, po edhe të kapitalit edhe resurseve të cilat ndodhen brenda asajna në mënyrë që kjo të ketë një qëndrueshmëri dhe një mundësi më të mirë të menaxhimit. Sipërfaqja e madhe e shpallur parqe nacionale, e cila i ka kufizuar jo vetëm personat apo pronarët privat të pyjeve që janë kuadër të parqeve, po kanë ndikuar negativisht edhe në shumë sektorë tjerë, sektorin e energjisë të ripërtrirshme, për arsye se ka kufizime dhe ndalesa, kanë ndikuar në sektorin minerar, kanë ndikuar edhe në aspektin negativ sa i përket industrisë së drurit edhe e furnizimit të qytetarëve me drur për ngrohje. Do të thonë edhe shpallja e parqeve apo hapësira, sipërfaqja e parqeve në raport me të gjitha vendet e Evropës, dikun sillet në Evropë sillet 4 deri në 5%, kurse në Kosovë sillet 20 ose edhe më shumë %. Nuk do koment shumë me krahasu gjendjen e vendeve evropiane me gjendjen
që kemi në Kosovë. Domethënë edhe këtu ndoshta është një gabim i cili duhet të rishiqohet. Arsyeja pse kanë kaluar dhe pse janë shpallë parë kombëtare janë shpallë për atë arsyeën që me qenë mbrojtja më e madhe se sa ndoshta aspekti ekonomik që flitet që ka qenë më herët forma më e ndryshe, po sipas tyre është ndalë dukshëm ndoshta kjo pjesa e aktiviteteve ilegale, po tu mos e harru që prap ka tentime për aktivitete ilegale dhe prap për atë arsye na si organizat kemi me punu në këto aspekte dhe në këto aktivitete me një farë forme si ta përmirësojmë hala ma mirë pjesën e zonave të mbrojtuna dhe mbrojtjen e tyne sa ma të mirë të mundshme. Një vend i cili është joll shumë larg Prishtinës, 32 km në jug perëndim të Prishtinës, është një vend gjueti me rëndësi të veçantë, e themeluar me qëllim të menaxhimit të kafshëve tegra me theks veçantë atyre të mëdha dhe të rrezikuara, po ka edhe një sipërfaqe pyjore. Sipërfaqja tërësishme e kësaj vendgjuetie është 2795 hektar, prej cila 2100 hektar janë pyje shtetërore, 600 hektar janë pyje private, kurse pjesa tjetër është livadë edhe sipërfaqe ujore prej 5 hektar. Në një farë mënyrë është vendi mbrojtur ashtu që duhet jenë të mbrojtura të gjitha vendet tjera, të gjitha pyjet tjera, por statusi i saj edhe veçoria saj ose veçantia saj është për arsye se kjo sipërfaqe është e rrethuar. Kjo është dallon, por nuk do të thotë që mbrojtja ose gjendja e mirë e pyjeve nuk është edhe si rezultat i faktorit njeri, i stafit i cili merret edhe i kësaj drejtorie, i cili merret me menaxhimin e kësaj vendgjuetie, po normalisht që i ka lehtësirat e vete për arsye se është sipërfaqe e rrethuar. Ka kafshë të egra, kafshë të egra nuk është që ka vetëm në Blinaj, po këto është numri më i madh i këtyre kafshëve, edhe në aspektin si numër, edhe në aspektin e gjendjes shëndetësore, për arsye se përkushtimi i stafit edhe mënyra e menaxhimit është pak më ndryshe, shpërndahet ushqim plotësues gjatë periudhës së dimrit, ashtu që shpërqeni domethënë edhe ushqim tjetër nga kusitja e livadëve. Është një nismë ose një lajm i mirë që gjendja e kafshëve tegra është duke filluar duke ndryshuar për të mirë në nivel vendi, edhe pse jemi shumë larg objektive dhe synimeve